Antar nga OJQ Rinia Aktive e Gjakovës ishin në shkollën parafillore Ganimete Tërbeshi duke mbajtur orë ligjëruse për fëmijët se si duhet të kujdesen për shëndetin e dhëmbëve. Studenti i stomatologjisë në Universitetin e Tiranës Ledjen Rexha shpjegoi rëndësinë e projektit në fjalë që ka për të veçlit. Sot domethënë është përfundimi i projektit, e përfunduar me fëmijët në kushtin parashkollor. Po në çdo shkollë kemi shpërndarë nga një broshurë me dhënat kryesore për kujdesin e dhëmbëve. Kemi shpërndarë nga një furçë dhe nga një pasë dhëmbësh, po ashtu nga një magnet, që do ta ngjesin tek frigoriferi dhe gjithmonë kur ta hapin frigoriferin, pas se me marr gjanat, me u kujtu shëndetin oral dhe me marr ushqime të shëndetshme, siç kemi mësuar në ligjërata. Po ashtu i kemi hap edhe nga një mull si shaj që duhet me ushqy shëndetshëm. Ndërsa Loriku dhe Eda treguan për mediumin se çka mësuan. Kena mësu mi lo dhomët, edhe pa buka, mas bukë, edhe me mëngjes, si lahen dhëmbët, 2 herë në ditë, mbrëmje dhe ditën. E çka ju kanë dhuru sot? Pastën dhe brushën si pastrojnë dhëmbët. Projekti Shëndeti Oral tek fëmijët ishte i financuar nga UNICEF-i dhe ka filluar si implementuari në fund të tetorit të vitit të kaluar. Janë mbajtur ligjërata mbi shëndetin oral nga anëtarë të OJQ-s Shoqëria Aktive e Gjakovës në 10 shkolla fillore të Gjakovës, përfshi qerdhën publike Ganimete Tërbeshi.